Fotografitë e realizuara në Shqipëri në vitin 1921 nga akademiku dhe antropologu zviceran Eugen Pietard janë sjellë për publikun korçar në një ekspozit të veçantë, të çelur në Galerinë e Arteve Digjitale. Ekspozita prezanton imazhe që dokumentojnë jetën e përditshme, kulturën dhe veshjet tradicionale, si dhe portretet e shqiptarëve të fillim shekullit të 20. Kuratori Elton Kuritari vlerëson kontributin e Pietard në dokumentimin e historisë dhe identitetit shqiptar, ndërsa sjell në vëmendje dhe rolin e tij në themelimin e kryqit të kuq shqiptar. Kjo ekspozitë ka të bëjë me një antropolog dhe shkencëtar shumë të rëndësishëm për kulturën shqiptare, i cili ndër të tjera ka themeluar kryqin e kuq shqiptar, ka themeluar fushatat e para të ndihmave, ka qenë një ambasador i jashtëzakonshëm i Shqipërisë në Zvicër dhe në botë, por ne kemi trajtuar ndryshe, kemi trajtuar si një artist, sepse gjatë vizitës tij në vitin 1921, vizita e tij e dytë, ai mori me vete një aparat fotografik dhe bëri një reportazh të mrekullueshëm ndër të tjera edhe në qytetin e Korçës. Në aktivitet mori pjesë edhe ambasadorja zvicereane në Shqipëri. Ekspozita ka sjellë foto të 100 viteve më parë të një njeriu shumë interesant në Zvicër. Ai ishte antropolog, ishte ambasador, historian. Ai e donte Shqipërinë, ndihmoi shumë në vendin tuaj. Kjo tregon se ne lidhemi vite më parë bashk, i duam vendet tona e kemi marrëdhënie të mrekullueshme. Ekspozita sjell për publikun një pjesë të rrallë të memorisë historike dhe kulturore, përmes objektivit të një studiuesi që e vështroi vendin me interes dhe respekt.